Automatizimi në këtë video do na dërgojë një mesazh me përmbledhjen e lajmeve të ditës nga revista Monitor. Hapim në 89 dhe krijojmë një workflow të ri i cili do ekzekutohet një herë në ditë me orar në mëngjes. Lajmet nga Monitori do i marrim nëpërmjet nyjes RSS Read, ku vendosim URL-n e burimit. Nëse testoni, do shihni që do na vinë 10 lajmet e fundit. Tani do përdor nyjen e grumbullimit, sepse duhesh të nxjerr vetëm përmbajtjet e lajmeve dhe të vendos të gjitha në një listë. Plani është që gjithë listën t'ja ushqej një inteligjencë artificiale që të ma përmbledhi me fjalë të thjeshta dhe të mirëndisi lajmet sipas rëndësisë. Dhe këtë jam duke bërë tani. Po jap modelit GPT-4o Mini instruksionin se çfarë duhet të bëj dhe gjithë listën si mesazh duke u siguruar ta kthej në string. Rezultatin që do na japi nyja e OpenAI duhet t'ia çoj vetes nëpërmjet robotit të Telegram. Çdo gjë duket okay, kështu që po e testoj. Në pak sekonda më erdhi mesazh. Tani çdo ditë në orën 9 të mëngjesit do më vijë përmbledhja e lajmeve.